Edhe pse komentoj ende Big Brother Kosova VIP 3 apo Big Brother Albania VIP 4, sot u dha lajmi që do të jetë dhe do të vijoj Big Brother Kosova VIP 4 dhe do të vi me risi dhe inovacion. Lajmi u dha nga producentja Olsa Muhameti dhe nga Aladin Hamiti, të dy të ngjetur në Gjermani në një mbledhje të Big Brotherve në përbot, ku Kosova ka marrë një peshë të madhe, ku është vlerësuar pafundësisht gjithë puna që është bërë me trajtimin e çështjeve apo dhe ngjarjeve që Big Brother Kosova në këto 3 vite ka dhënë për audiencën, duke shënuar suksese dhe rekorde, por edhe vlerësime për të gjithë punën e tyre në grup. Nga ana tjetër, do të rikthehem te Kingi, te Gjesti, padyshim prodhon lajme çdo ditë. Lajmi i fundit ka të bëjë me Hakimin që është bërë këngëve të vjetra, këngë hite me miliona shikime që nuk ishin në kanalin e tij zyrtar në YouTube, por në kanale të kompanive apo dhe të grupeve ku Gjesti ka qenë pjesë. Edhe në Big Brotherin e Kosovës, më së shumti, ai ka treguar për këto mosmarrëveshje apo dhe për goditjet që ka pasur, ku ka qenë pjesë e grupeve apo dhe bashkëpunimeve, dhe me sa duket sot kur ai është në maj të suksesit dhe të jehonës dhe të qenurit fenomeni pa diskutueshëm, vijnë këto goditje dhe këto Hakimi që i bën këngëve, por po Gjestin, kjo nuk është asgjë, thjesht një ngacmim apo një gricje që nuk i bën asgjë, pasi të gjithë e dim se sa viral është ai dhe se sa virale ka shkuar kënga e tij dhe shëndrequ, dhe asgjë nuk mund të prish magjinë apo dhe famën që Gjesti ka me koncerte të pafundme tek njerëzit që ai ka shkuar me të gjithë dashurinë apo edhe me të gjithë potencialin e tij të qenurit i thjesht dhe jo mendje madh. Nga ana tjetër, ai që nuk më pëlqen në rrjetet sociale është që përdoret Gjesti për të bërë lajme personazhe të tjerë, e së fundmi është Kaderi sërish që përflitet pse Gjesti i ka dhënë like. Lajme të absurde që më duhet i komentoj dhe duhet të jap mendimin tim që një like nuk do thot asgjë për një raport apo për 2 njerëz që ndoshta nuk njihen fare, por thjesht i bashkon kjo platformë apo ky lloj qarkullimi i Big Brotherve, pasi edhe Kaderi ka qenë banore por në Big Brother Kosova VIP 2 e Gjesti në të tretën. Duke qenë te goditjet, edhe Anica Veseli, banore e Big Brother Kosova VIP 3 sot ka reaguar e pikëlluar, por edhe me një lloj revolte për goditjen që i kanë bërë këngës së saj Vetmia, një këngë jo klishe, por një këngë ku ajo ka dhënë shpirtin, ka dhënë një pjesë të historisë së saj, ka dhënë emocione, punë, mund. Ai ka treguar që edhe në xhirimet e klipit ka postuar lëndime fizike, pra nuk ka qenë një këngë për të kaluar radhën, por ka qenë një këngë që i ka dalë nga shpirti, ka qenë një krijim që do të mbesë përjetësisht, edhe pse sot nuk është më në YouTube, si pasojë e një veprimi që ajo nuk ka dieni pse ka ndodhur, por të gjithë e dim që kur një këngë shkon te publiku, nuk ka nevojë apo nuk duhet të jetë do e mos në YouTube, pasi jehonën e ka marrë dhe është shpërndar kudo. Sa kaq Egli është bërë më aktive në rrjetet sociale dhe po provokon paksa, jo do një provokim të drejtë për drejtë, por në disa postime që ka bërë në Insta Story, duket që lidhen ndoshta edhe me situatën e fundit të një koncerti, ku Gjesti në një bluzë të dhuruar nga ndjekësit e tij puthi Eglin, e ajo në këto postime sipas meje i kthen si një lloj batute, ose nëse nuk do të jetë për Gjestin, ku Egli ka komentuar ashtu, ose natën e mirë, shprehjet të Gjestit mund të lidhen ndoshta edhe me situatën e fundit me Fifin, që nuk ka një lloj zhvillimi, pra kemi mbetur aty vetëm në deklaratën e parë të Eglit, e cila ka sqaruar që çdo veprim që bëhet për këngët është në autorsinë e Fifit, pasi ai është autorja dhe gjente në kanalin e saj në YouTube, sikurse ka treguar që ka marrë një tjetër kthesë karriera e saj dhe do të kërkojë, apo ndoshta është edhe me një pjesë e një labeli apo grupi për të arritur në një nivel tjetër apo në një dimension për të shfaqur më tej si artiste.